Unë quhem Era, jam e martuar prej 5 vitesh dhe jetoj në një shtëpi të vogël në periferitë të qytetit. Burri im punon jashtë shtetit dhe vjen vetëm një herë në muaj. Në shtëpi përveç meje, jeton edhe kunati im, Artani. Artani është 3 vjet më i madh se unë. Për të huajt, ai është njeri shembull, i qetë, punëtor, gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar. Por unë e di të vërtetën. E di që ai më vëzhgon. Gjithçka filloi pa u vënë re. Fillimisht ishin vetëm mesazhe të rastit në telefon, kur burri im nuk ishte në shtëpi. Si e Era? Ku je sot? Ke rënë në sy me atë fustanin e zi? Ju përgjigja shkurt, pa i dhënë rëndësi. Pastaj mesazhet u bën më të shpeshta, më këmbëngullse. Dhe një ditë ai ma tha troç. Era, unë dua ty. Pidhi yt më bën të çmendem. Mbeta e ngurosur, nuk e prisja kurrë nga kunati im. U përpoqa t'i shpjegoja se ishte gabim, se kjo do të shkatronte familjen, se unë e dua vëllain e tij. Ai dukej se më kuptonte, por pas një jave i njëjti tekst kthehej përsëri. Era, vetëm një herë, askush nuk do ta di. Sa herë që mbetemi vetëm në shtëpi, ai gjen një mënyrë për ta përmendur. Në kuzhinë kur kaloj pranë tij, në korridor kur dal nga banja. Ai nuk më prek, por sytë e tij flasin më shumë se fjalët. Por unë nuk e kam bërë kurrë, dhe nuk do ta bëj. Jo sepse kam frikë, por sepse unë jam njeri me moral. Unë i kam dhënë fjalën një burri që e dua, dhe asnjë kërkesë e kunatit nuk do ta thjej atë. Ai mund të më kërkoj sa të doj, 1000 herë, 10.000 herë. Përgjigja ime do të jetë gjithmonë e njëjtë. Jo. Këtë mëngjes, ndërsa pi kafe në balkon, Artani hyn në kuzhinë. Më shikon nga dritarja dhe buzëqesh. Unë nuk i kthej buzëqeshen. Thjesht ngre kokën lart, shikoj qielin dhe i them vetes. Kufith nuk kalonen, sepse dinjiteti i një gruaje nuk matet me trupin e saj, por me fuqinë për të thënë jo, kur gjithçka përreth të shtyn të thuash